Spitali i Pogradecit këtë 5 qershor ka shënuar 70 vjetorin e krijimit të tij. Në kuadër të këtij përvjetori, drejtoria e këtij spitali dhe administratës organizuan një aktivitet për të përkujtuar të gjithë ata mjek dhe infermier që kanë dhënë kontributin e tyre në shërbimin spitalor, por njëkohësisht shpërndan edhe disa certifikata mirënjohje për mjek dhe infermier që kanë shërbyer aty për vite të tëra dhe që ende sot jetojnë. Natyrisht një pjesë ka sakrifikuar zakonisht shumë për të qenë ky spital që është sot, dhe unë besoj që meritojnë gjithë respektin tonë. Natyrisht ne kemi mësuar në tyre dhe do vazhdojmë të mësojmë. Në datë 5 qershor është hap ky spital të vitit 1947 me një mjek dhe 4 infermierë. Mjeku i parë ishte zoti Misto Marko, kurse infermierët në kisha informacion vetëm për 2 prej tyre dhe 2 nuk e u di emrin. Nëse na ndihmon dikush që të identifikojnë do të ishte mirë. Është zonja Dorë Kaçka dhe zonja Drita Nikola. Fillimisht ishte një spital i vogël me 12 dhoma dhe 25 shtreta. Të jepeshin shërbime për patologjinë dhe pediatrinë. Në 23 qershor 1947 hapet shërbimi obstetrik ginekologjik në 6 shtreta. Imazheria e ka zanafillën me hapjen e spitalit dhe ishte nga 2 infermierë, zoti Demirali Blacëri dhe Resul Sajdarës. Dhe më pas ka punuar në të shërbim zoti Ramadan Mukollari, i cili bën radioskopit. Sigurisht që ndihem tejet i vlerësuar dhe i respektuar që në emër të Bashkisë Pogradecit, si kryetari i saj, t'ju përshëndes dhe t'ju uroj gjithë të mirat. Atyre që janë në pension, të kenë shëndet, të plot, dhe jetë gjatë, dhe atyre që janë duke punuar sukses në profesionin e tyre. Përveç se jam i brezit të dytë të mjekëve që kanë punuar në këtë spital, sepse brezi parë është brezi më i lavdishëm, 6 prej cilëve janë mungojnë, njëri prej cilëve është doktor Ramadani, që kanë themeluar shërbimet e këtij spitali. Mirë po që të vinte kjo ditë për ta festuar edhe këtë 7 vjetor, është një kënaqësi e madhe kur ne këtu jemi pothuajse të gjithë ata që kanë punuar dhe kanë dhënë pension, ose që janë larguar dhe janë në qytete tjera, disa janë edhe jashtë shtetit, por ja ku mlidhemi. Në rast se ne nuk dim të vlerësojmë veten tonë për punën që kemi bërë, pse duhet presim të vlerësojmë të tjerët punën tonë? Atyre që ne u shërbejmë, por që nganjëherë për momentin harrojnë se ne ju shërbejmë ne. Ju shërbejmë ky personel që rinat e ditë. Unë do filloj nga vetja ime. Ne kam filluar punën në 74, kam pasur fatin e mirë që atje kam gjetur mësuesin tim të parë të obstetrik ginekologjisë, doktor Kristaqin. Kemi punuar disa vite bashkë, por kemi pasur dhe një personel tepër të përgatitur, tepër të përkushtuar. Edhe kjo tregoshet sidomos në rezultatet vjetore. Falenderoj për vlerësimin që u bë babai tim, por njëkohësisht është një vlerësim dhe për gjithë organizatorët që nesër data të kujtojnë njësoj si prindërit tanë. Në shëndetësi, në rast të parë, për mendimin tim, të ketë humanizmi, çdo njeri që merret me problemet që hapën, nuk ka vlerë më të madhe, nuk ka vlerë leku në këtë rast. Bravo, bravo, bravo. Që të presim e të hapë, edhe sa time sa mundin, mos i çojmë, po t'i kurojmë si duhet. Në fillimet e tij, spitali i Pogradecit ka pasur një mjek dhe 4 infermier, ndërsa mjeku i parë ishte Misto Marko, ndërsa shërbimet e para që ofroheshin ishin patologjia dhe pediatria. Më pas, vit pas viti, u shtuan edhe pavionet e tjera.